prandaj janë ligjet, prandaj janë aktet ligjore, kështu që kushtetuta ja atribon këtë rregull ligji që shë rregullan. Kështu që ligji familjes i ndalon këto martesa, apo nuk ju jep drejt këtyne martesa. Sepse martesa, sipas ligjit të familjes, është martesa mes gjinive të ndryshme. Dhe më thonë mes një burri dhe një gruaje. Kështu që nuk mund të lidh asë një person në martesë mes gjinive tjeta në një komunë apo një ofiçari. E ndjekim videon tjetër që ka të bëj për gjitha ta që jetojnë me prindërit ose nuk jetojnë me prindërit. Avokati në një video thot se kujdesin ndaj prindërve është obligim ligjor, e shohim bashkë. A ke di që mos kujdesin ndaj prindërve, fëmijëve apo ndonjë familjari, në disa raste është vepër penale dhe dënohet me burg. Ligji është i qartë. Nëse i lën prindërit, fëmijët apo ndonjë familjar tjetër në gjendje të rëndë, kur ai s'mundet mu kujdes për veten, mund është mu dënu me burg deri në 3 vjet. E në rastet kur pasojat shëndetësore janë të rënda apo familjari vdes, dënohesh deri në 8 vjet burg. E kur janë më shumë persona të obliguar për kujdesje, nëse kanë pasur mundësi financiare për mbajtje, cili përgjigjet veç penalisht. Familja nuk është opsion, është detyrim ligjor. Kujdesu për familje. Po thoni që 3 vjet dërim nëse nuk kujdesësh. Po, në rastet rana, deri në 8 vjet shkon dënimi me burg nëse vdes personi. Kjo ka të bëj me, dhe më thonë, ligji familje se rregullon raportin familjar që kemi na me prindrit tonë dhe me fëmijët tonë dhe me vëllezërit apo motrat tona. Ne jemi, nëse ata nuk munden të kujdesen për veten e vet, si nga fëmija, si nga prind tonë, si vllazna apo motrat, ne jemi të detyruar ligjërisht të kujdesemi për ta. Në rast se ata nuk mund të kujdesen për veten e tyre, ligjërisht obligohemi, për ndryshe konsumojmë vepër penale dhe detyrohemi, përveç veprës penale dhe do të detyrohemi nga gjykata që të kujdesemi për ata. Zakonisht këtë kod në baj kur jem prindët tanë në një moshë të shtyr që ata nuk mund të marrin barnat vet, nuk mund të marrin ushqimin vet dhe i lajmë në gjendje aq të keqe se ata s'mund të më kujdes për veten, atëherë konsumojmë vepër penale. E nëse janë më shumë fëmijë të detyruar për kujdese, se cili ka mu përgjigj për veten e vet, për aq sa ka pas mundësi, sepse disa fëmijë janë afër tyre, kujdesen apo duhet kujdesen fizikisht, ata që janë larg duhet kontribuojnë në mënyrë financiare, e kontributi i gjithanshëm i familjes duhet jetë, domethënë, i barabartë, dikush në formë fizike, dikush në formë financiare, e dikush tjetër duke u kujdesur për të quar te mjeku apo dikur tjetër. Pse kjo video a është bërë problem një gjë e tillë në Kosovë? Është bërë problem, për shembull, na hasëm nështë për çdo javë probleme të tilla kur domethënë prind janë të braktisur nga fëmijët e tyre, kur ata nuk mund të kryen as nevojat e tyre personale që i kanë, edhe domethënë lihen në një gjendje të tmerrshme. Kena parë edhe video të ndryshme të cilat prindet anashkaluhen linjen në gjendje të keqe, duke u kujdesur ata vetëm për familjen se kanë gruan, fëmijët. A nuk kalojnë në kujdesit të shtetit, a nuk bën obligimi shtetit pastaj? Jo, obligimi shtetit, shteti nuk mund t'i këshyr familjen kur i kanë për shembull antarë të familjes të tjerë nga vija e gjakut, sepse ata obligohen. Ligji për familje i obligon ata. Nëse si ka, pastaj shkon tek shteti. Nëse si ka, atëherë shteti kujdeset në mënyra të ndryshme. Për shembull janë këtu, domethënë, shtëpiat që i thojnë në gjuhën popullore shtëpiat e pleqve, por në rastin e parë i obligon ligji mbi familjen, i obligon secilin familjar të kujdeset për antarët e familjes, për ndryshe, përveç obligimit ligjor, ka familja kanë edhe vepër penale nëse lihen në gjendje të keqe, sepse mund ta kesh edhe vllaun invalid dhe ai që nuk mundet të më kujdes për gjërat e tij personale. E kështu që edhe në këtë rast e kap apo hin në domenin penal që secili të kujdeset në bazë vijes së gjakut, aq edhe kujdeset. Po edhe nëse janë, tham edhe më lart, që nëse janë 2-3 fëmijë për shembull të detyruar për kujdesje ndaj prindve, secili fëmijë përgjigjet për veten e vet, sepse nuk mund të ja çet, domethënë se zakonisht ndodh në familjet në Kosovë ndodhe i vogli këshyr apo kujdeset për prindë vet, ndërsa fëmijët e tjerë nuk kujdesen. Kujdesi për prindërt është domethënë i barabartë për secilin fëmijë, sepse ndodh zakonisht me të voglin shkojnë, ky kujdeset për ta, e kur bëhet pasuria. Nuk e kemi këtu edhe një video
tjetër, tek ndarja pasurisë, keni thënë që edhe në trashëgimi pavarësisht që ligji ishe të gjithë të barabartë, ata që kujdesen siç ndodh rëndom në popull, marrin më shumë. Realisht ligji i trajton të gjithë barabartë në trashëgimi, të gjithë persona, por moralisht është e drejtë që ai që kujdeset për prind, ai me marr më shumë trashëgimi nga ta. Andaj edhe unë i kisha thonë që ata persona që janë ende në jetë, ata të ndojnë pasurinë, mos të lajnë pas vdekjes, sepse tani bëhet një padrejtësi në vete, sepse ligji i trajton të gjithë barabartë në trashëgimi. Andaj, si ky që është kujdesur tani jetën për prindrit, si ky që nuk kujdesur asnjë minutë për prindrit marrin trashëgimi të barabartë. Kështu që do të ndahet pasuria, mos preket pjesa domosdoshme edhe për këta tjerë, por sidomos për ata që i këshyr kuft, qik apo djallë, se zakonisht nga njëherë apo shpesh di me thonë që për shembull qika din mi këqyr apo i këshyrin më shumë prindrit e tyne. Kështu që kuft, qika, djallë, pasuria, ata fëmijë që i këshyrin prind më shumë, atyre i nxis që ata prind me la pasuria atyre më shumë. A keni pasur raste të tilla? Na thoni ndonjë shembull? Po shumë ka pas. Në praktikë ka shumë raste të tilla sepse nuk shqyrtohet trashëgimi. Jo vetëm të trashëgimia, edhe të çështja e padive për mos kujdes. Të mos kujdesi ma shumë hezitojnë prindrit me padit fëmijët e tyre me qunë gjykat. Është nashta edhe temë tabu të ne, por a është për shembull e drejtë, është e drejtë. Dhe ata mund t'i padisin fëmijët e tyre për kujdese apo për mbajtje financiare. Se për secilin fëmijë në bazë nevojave që i ka. Nëse njeri prej tyre ka mundësi ma shumë me pagu, pe atina duhet me kërku me padi ma shumë me pagu, sepse se sa ndaj këtij tjetrit. Ndoshta njëri s'ka mundësi, andaj ai që s'ka mundësi, gjykata nuk ja aprovon kërkesë padin, por mund t'ja aprovon për këta persona tjerë, të cilat kanë mundësi financiare për të ndihmuar prindrit apo familjarët e tyre. Mirë, shohim edhe një video tjetër, tani do të kalojmë në një çështje që është problem, kemi parë çdo ditë, ne raportojmë shpesh edhe këtu në emision raportin policor që ngacmimet janë të shumta në Kosovë dhe ka një çështje se çka kategorizohet ngacmim seksual, e ndjekim bashkë. Ngacmimi seksual është vepër penale. Fjalët, komentet, mesazhet apo shikimet me natyrë seksuale, nëse janë të padëshiruara, konsiderohen ngacmim seksual. Nëse dikush të bën të ndihesh në siklet dhe i ofendon kufijtë e tu, apo krijon një ambient të pakëndshëm në mënyrë të vazhdueshme, kjo është shkelje dhe është e dënueshme me ligj. Por jo çdo koment apo veprim është ngacmim. Nëse është i mirëpritur dhe respektues, nuk konsiderohet shkelje. Këtu është dallimi. Nëse ndiheni të ngacmuar, thuaje qartë, ndal, kjo është e papërshtatshme. Ruaj prova dhe më rëndësishmja raporto. Raporto. Si ta raportojmë në polici, apo të shkojmë me njëherë tek një avokat dhe të kërkojmë që të ngritet kallëzim penal? Janë dy mënyra domethënë të paraqitjes së raste. Muj me shku në polici me paraqit rastin apo kallëzimin penal në formë verbale, po mund të shkojmë edhe në prokurori përmes avokatit që ban kallëzim penal edhe shkon në prokurori. Dy mënyra, domethënë edhe policia dhe të prokurori janë dy rrugë të cilat nëse hasen ne apo jemi viktime veprës penale, janë dy rrugë të cilat mund të ndiqim. Sa i përket ngacmimit seksual, kjo është një vije hollë ndarë se kur është ngacmim edhe kur nuk është ngacmim. Momentin që të bëhet diçka e padurueshme të kalon te ngacmimi seksual. Kur tham diçka e padurueshme është kur bëhet një kompliment i padurueshëm. Kur ti nuk i qef me të dha për shembull kolegët në punë apo në rrugë, mund me tha për dukesh bukur një kolegë në punë edhe ty të pëlqen, rregull jem, nuk kemi të bëjmë me ngacmim seksual. Po momentin që ty të bezdis, çdo ditë vjen të thotë, ti ndihesh e bezdisur, ti i thu ndal, mos më jap më këtë koment, nëse vazhdon është ngacmim seksual. Domethënë kjo është vija ndarëse. Nëse ty të pëlqen si koment apo ty të bezdis si koment, atëherë është ngacmim seksual. Kjo mund të jetë me shikim në rastet të caktuara, që ndodh shumë, domethënë shumë problem është mu dokumentu, por nëse ty dikush të ngull sytë edhe nuk të bezdis vazhdimisht, edhe ty të gjun fjalë apo të komenton në rast të caktuara, këtu mund me kalu
mundesh me kalu edhe të ngacmimi seksual si vepër penale, andaj, do më thonë, gjithmonë duhet të kemi kujdes edhe dikuj kur t'i jepim kompliment, apo dikuj kur t'i themi fjalë të bukura, kështu që aja vija hollë ndarëse në mes ngacmimit seksual, edhe, do më thonë, ati gjesti të lejuar është kur ty nuk të pëlqen dhe ty të bezdis. Momenti që të bezdis, ty dohet automatikisht të thësh ndalë më jetë të mbezdisur edhe nëse s'kupton me fjalë, atëherë paraqet kallëzim penal në polici apo në prokurori. Çka do t'jetë video e ardhshme që do ta kemi nga ju avokat? Varet nga situata çka si. Do po flasim shumë për presidentin tani? Çështja e presidentit, do më thonë, është çështje e kushtetuese edhe, do më thonë, dihet procedura e zgjidhjes së tina, po në mendoj në rastin konkret që masi edhe jam jurist, duhet të ketë marrëveshje politike në mes partive, duhet të ketë një koalicion, duhet të zgjerohet, do më thonë, edhe pse i ka numrat për qeveri, për president duhet të zgjerohet, edhe duhet të ketë një kandidat për president me marrëveshje, kështu që dhe të ketë marrëveshje mos të qojnë popullin edhe një herë në zgjedhje, sepse përveç që zgjedhjet kushtojnë në mënyrë financa, e këtu financa paguhen nga taksa paguesit e Kosovës, por është gjendje e lodhshme, është monoton, jemi, do më thonë, po him në vitin e dytë që kina pas vazhdimisht në shta këtë presionin e zgjedhjeve, kështu që është mirë të zgjedhet me një marrëveshje, sepse përshohëm se na nuk ka ndonjë farë kandidati që është i përbashtër përveç familjes Jashari që nuk don të jetë president, apo mirë bën që nuk jetë, sepse aja familje është e gjithë Kosovës, kështu që nuk kisha dashur me hinë në matematikat e për president, kështu që për president letë mirën vesh edhe letë ketë koalicion. Faleminderit shumë, faleminderit që ishit me ne. Ishte kënaqësi. Regjia, besoj e keni një deklaratë që na vjen nga Eugen Cakolli i IKD-s, që është pikërisht për çështjen e presidentit. Ai ka shkruar se edhe pse jemi veç 4 ditë larg afatit kushtetues për zgjedhjen e presidentit, duket se sërish gara po zhvillohet rreth